të trembin. Po ky është një emision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Këta janë The Real Tuesday Weld, The Day Before You Came, një këngë e ABBA-ve. Dhe sapo unë zbulova këtë grupe, kam zbuluar tani vonë për një 2 muaj endri. Është shumë e vështirë ta zbulosh se ky vetëm për shpërinë dhe mezi dëgohet. Po, edhe janë dhe grup kështu indie, pra është shumë vështirë t'i gjesh. Dhe sapo i zbulova unë, vendosën të ndahen si grup. Për nuk e di nëse është fati i mizish, çfarë prek mund ta prish ose mund ta thyej. Një fat. Gjithsesi. Po, apo ku i zbulove, se ishin i bashkuar, mbase në momentin që ti nuk i dëgjove më, po i bashkuan dhe mund të ndodhe këtyre. Për fat të mirë të tyre, unë nuk isha lindur akoma atëherë, madje kur është kompozuar kjo këngë, unë nuk kam qenë akoma në këtë jetë, domethënë në këtë botë, nuk isha çelur akoma si gonxhe. Por tani lulëzove. Mendoj që ndoshta mund të kisha shkaktuar një dramë më të madhe se ç'kishin. Kështu që mirë që s'kam qenë edhe gjallë në kohë të tyre. Tani, kam 2-3 gjëra endri për të ndarë me ty. E para, një spot i vogël publicitar. Jo një spot, po do thosha unë një po, unë kam imazhin të papërdorur, kështu që mund të jem me çfarë ke ardhur një nga Londra, me çfarë ke fluturuar? Ti di çfarë përgjigje dua unë? Me Wizz Air? Po. Me Wizz Air sepse Wizz Airi është shumë më mirë se transportimi me kamion, që kam bërë shumë kolekt mit. Është për të hyrë në Angli. Për të hyrë, po. Jo, Wizz Air ka dhe një gjë të mirë që është tamam gjëja që na duhet ne shqiptarëve, meqense ka çmime shumë komode. Por gjëja që unë do doja të thosha është që Wizz Airi tashmë po rekruton. Dhe nëse ke ndërmend të lësh punën stresuese që ti bën, patjetër. Në bursë Gjithmonë më kanë thënë që kam fytyrë për radio dhe besoj funksionon dhe për Wizz Airin. Wizz Airi po rekruton çuna dhe goca të rinj që të jenë steward dhe stewardesa. Ju mjafton të shkoni në faqen e Wizz Airit, wizzair.com/career, edhe atje mund të gjeni të gjithë kushtet e aplikimit. Me sa kam dëgjuar unë, kushtet e punës janë shumë të mira. Me kaq mbaron mesazhi promocional. Wizz Airin e kam përdorur gjithmonë dhe madje neve edhe DJ Wizzin e bëm maskot të Wizz Air kështu pa dashje fare, pa na ardhur reklama. Tashmë ja ku i bashkuam DJ Wizzin me Wizz Airin dhe ja ku jemi duke folur për një kompani e cila po rekruton dhe në Shqipëri. Unë i shoh të gjithë të buzëqeshur, kështu që mendoj është. Keni të gjithë një shans të mirë për tu angazhuar. DJ Wizzi ma bën me gisht. Ç'është ai gisht? Prapë reklama? Cili gisht duket? Se është larg. Nuk është gishti që mund të kujtoj publiku, por është një gisht që ma bën me shenjë. Sa 1 minutë kemi? Pas 1 minutë, ç'na gjeti. Me një përshpërim. Shkurtimisht DJ Endri. 2 gjëra do të them për Moskën. Dashurinë tënde të rinis. Moska është dashuria të gjithëve, edhe atyre që se njohin. Vjen një moment dhe bien dashuri me Moskën. Filmi Rocketman për Elton Johnin. Në Moskë kanë hequr gjithë pjesat më puthje dhe gjithë pjesat, pra askush në Moskë dhe në Rusi nuk e mori vesh që Elton Johni në film është në të vërtetë homoseksual. Është vetëm pjesa ku ai martohet, edhe pjesa ku i bie pianos nga mbrapa, që mos duket se Secret Santa. Kudo kanë hequr gjithë pjesat homoseksuale të filmit, praktikisht kanë hequr tërçerekun e filmit. Po nuk kam në gjë kundër, se është film shumë i gjatë. Mjafton të parosh esencën e historisë që bëri këngën, u bëri famshëm dhe tani këndon me Dua Lipën. Apo nuk ishte në film kjo? Jo, ky këndon dhe me Ed Sheeranin, po unë mendoj që thelbi Elton Johnit është që është muzikanti nga më të mirë që ka njohur Britania, por është një homoseksual shumë i famshëm edhe shumë simpatik. Mbështesha jonë e vërtet. Edhe shumë i ëmbël. Po pra. Unë do edhe pap do kisha dashur, domethënë. Kaq i mirë është. Ta hash fare. Po, Moska bën këto gjëra, një gjë tjetër që do thosha për Moskën, shumë simpatike edhe kjo. Putini. Në Moskë ka një film që siç kemi ne disa filma kult tashmë, film ose teatro kult, për shembull Pallati 176, Shim Plazh, apo për mua për shembull një film kult do ishte edhe në çdo stin. Ja ti kërkoj 30 sekonda DJ Wizzit, një lutje e Voskën, ë? 30 sekonda mi dha dhe 30 sekonda DJ Wizzi që të flasim pak për këtë gjë që ndodh në Moskë. Ata kanë një film të tyre që është titullohet Ironia e Fatit. Një film që i vitit 75 më duket, që shohim vit për vit ri. Dhe çfarë kanë bërë moskovitët? Tashmë setin e filmit, komplet setin e filmit e kanë rindërtuar dhe njerëzit mund të shkojnë dhe të hanë darkë atje. Pra imagjino? Po a janë tavolinat e tyre të lumtura? Këtë gjë nuk di ta them, po unë mendoj që në Moskë të gjithë njerëzit janë pak të trishtuar, edhe pjesërisht të trishtuar dhe pjesërisht të lumtur. Kështu që sikur ne mund ta bënim këtë gjë për shkak të ato dhomën ku flej, si quhet si ka emrin e aktorit që luan në çdo stin? Leonardo DiCaprio. Po, dhe Anisa Markarian. Pra sikur dhomat e këtyre të konviktit ne mund t'i kthejnim për shkakun në vende
pelegrinazhi ku njerëzit paguajnë një biletë dhe shkojnë ha një darkë për shembull dhe futen fiks në setin e filmit, do ishte diçka shumë e bukur. Por neve nuk e kemi këtë luks që neve edhe ato pak gjëra që kemi si punë teatrosh për shembull vinë dhe na i shëmbin. DJ Wiz, ky është momenti ti tregosh publikut çfarë ditë bësh. Reklama. Sot nuk është e